çdo ditë e më thën nga kjo qeverisje. Çdo ditë e më thën nga kjo qeverisje. Dhe për këtë shkak sot 46% e tyre janë në rrezik varfërie apo në rrezik përjashtimit social. Të atyre qytetarëve që mbajnë dhe psojnë mbi supe peshën e korrupsionit, grabitjeve dhe vjedhjeve, nga llogaraja deri në portin e Durrësit, nga inceneratorët tek laboratorët, nga pjesa e Unazës deri tek qafë Ploça, dhe me të gjitha grabitjet dhe vjedhjet. Është e vërteta e atyre qytetarëve që shohim para syve tyre me grushtat mbledhur, talljen që i bën Rama me shpurën e tij, me lëmosh dhe me luk bosh, që ja bën me pensione qesharake, që ja bën me tigra si barake, që ja bën me satelit orbital dhe me parlament banal. Po është e vërteta atyre qytetarëve që e kanë kuptuar se deri tani ja degdisën fëmijët dhe tafërmit, ndërsa sot kërkojnë të shkatrojnë familjen, duke i përdosur nënën dhe babain, vajzën dhe djalin, motrën dhe vllajin. Dhe ky Rama, dashur miq, ka ndërtuar këtu atë mbretërinë e skeqes, si parajsën e vet dhe si ferrin e qytetarëve. Ai dhe shpura e tij, ballukët, agasët, mirlindat, hedhin vallën e vdekjes mbi fatet e shqiptarëve, mbi fatet e fëmijëve tyre, mbi fatet tona, ndërsa vetë notojnë në luks të shfrenuar. Po, vërtetat tona, miq, janë vërtetat e Sali Berishës, cilat ai mbrojti, i përballoi me durim, me vullnet dhe me qëndres. Vërtetat tona janë vërtetat e Partisë Demokratike, e cila me gjithë gabimet e vogla në qeverisje, me gjithë luftën për të asgjësuar atë, mbetet forca politike më sinqert, më e vërtet, që ka dhënë kontributin më të madh në gjithë atë që ne e quajmë e mira e përbashkët, e mira e vendit ton. Dhe sot, fal kësaj qëndrese, të vërtetat tona janë pjesë të vërtetave të aleatëve tanë ndërkombëtar. Sepse jo në kot, datën 28 nëntor, që është dita më e rëndësishme e kombit dhe shtetëformimit shqiptar, Shtetet e Bashkuara në vend të urimit i kujtuan kryeministrit se ka ndërtuar në mes të Europës një narkoshtet me krim dhe me korrupsion. Jo rastësisht, gazetat më të mëdha, mediat më të mëdha prestigjioze e përcaktojnë Shqipërinë si një narkoshtet. Këto janë vërtetat dhe ju e dini shumë mirë se çfarë ndodh me një narkoshtet. E treguan Shtetet e Bashkuara me Maduron, me arrestimin e tij, fatin e cilit e meriton dhe ky kryeministër. Dhe në Shqipëri ka pasur shumë pushtete, ka pasur të mira dhe të mbrapshta, por asnjë pushtet nuk ka qenë më shumë pushtues dhe kaq i paburr se sa ky pushtet dhe ky kryeministër, i cili sa herë kapet gafil në korrupsion, ai shet një ish shok, shet një ish bashkëpunëtor, ose justifikohet me fruta perime, ndërsa sot ka dal hapur në mbrojtjet Ballukut, Agasit, Mirlindës, duke dëshmuar që korrupsioni nuk është rastësi, është sistem. Dhe në krye të këtij sistemi është ky njeri, është Edi Rama. Dhe me që jemi tek fruta perimet, po në botë ka pasur Republika fruta perimesh, Republikat e bananeve, por ato duken më dinjitoze, dhe atje demokracia fasad ka qenë, po duken më dinjitoze se Republika e krimit dhe korrupsionit, se Republika ku kryeministri merr në mbrojtje zëvendës ministren e kapur në korrupsion bashkë me atë, ku kryeministri hedh në gjyq drejtësinë e cila i ka trokitur ke porta, dhe për këtë arsye ai merr në mbrojtje këto njerëz, po mbron veten e vet. Dhe mos harroni, pas Belindës është Rama, pas Mirlindës është Rama, pas Agasit është Rama, pas Veliajt është Rama, pas Beqajt
është po Rama, pas Benetit në Shkodër është Rama, pas inceneratorve 430 milion euro është Rama, pas laboratorve është gjithmonë Rama, pas Marsitit 160 milion euro është Rama, pas Llogaras bashkë me Unazën 450 milion euro është Rama, pas Porti Durrësit 1 miliard euro është Rama. Mos kemi iluzione, ai është ndërtesa e korrupsionit, ai është Chelsea i korrupsionit. Dhe me qënë se përfaqësoj Shkodrën, dua ta mbyll fjalën time me paksa përshkrim nga Bigjeni. Në Shqipërinë tonë sigurisht kemi një kryeqytet. Në atë kryeqytet ka një ndërtesë pa sy dhe vesh sot, e blinduar dhe e mbyllur prej kohësh dhe prej vitesh. Dhe brenda saj ka një Eden të vogël, por me luks të madh, ama të ndërtuar me gjakun dhe djersën e shqiptarëve. Dhe brenda atij Edeni gëlon një njeri, një qenie që e quajmë veten kryeministër, ndërsa ne shqiptarët e quajmë autokrat. Prandaj ai autokrat duhet rrëzuar dhe do rrëzohet. Dhe ata që do rrëzojnë, mos harroni, do jenë forca delta e qytetarëve shqiptarë dhe e Partisë Demokratike. Faleminderit. Mirëmbrëma, qytetarë dhe qytetarë, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, drejtues Partisë Demokratike, mirëmbrëma të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë, është 35 vjetori i numrit parë të gazetës Rilinda Demokratike. Është kënaqësi që ta kujtojmë këtë datë në këtë foltore dhe në këtë shesh proteste. Duhet kujtojmë se Rilinda Demokratike ka lindur në ditët e protestave të mëdha të studentëve të dhjetorit, u rrit me vështirësi dhe me qëndresën e të gjithë atyre që e themeluan dhe e vazhduan atë gazetë si një mesazh. Rilinda Demokratike nuk ishte thjesht një gazetë, ishte një frym lirie që ndante dy epokat, epokën e komunizmit, epokën e diktaturës komuniste, e cila la pas mira, qindra dhe mira të vrarë dhe të pushkatuar për të drejtën e fjalës, dhe ky 5 janar i vitit 1991 e ndau atë epokë me epokën tjetër të lirisë. Por sot kemi fatkeqësisht shumë pak media të lira, shumë pak gazetarë të lirë. 35 vite më parë situata mediatike në Shqipëri është thuajse e ngjashme me atë të 35 viteve më parë. Sipas raportit fundit të Departamentit të Shtetit, në Shqipëri mediat, drejtuesit e mediave urdhërohen nga qeveria dhe bandat kriminale për të përcaktuar lajmet e tyre. Sipas po raporteve ndërkombëtare, sot 3 familje në Shqipëri zotrojnë 2/3 e tregut mediatik. Dhe vetëm 1/3 është jashtë këtyre 3 familjeve. Dhe këto 3 familje janë shpallur investitor strategjik nga kreu i regjimit. Atëherë, për çfarë media të lirë flasim ne sot për pas 35 vitesh? Raporti i fundit i OSBE-ut thoshte se në zgjedhjet nuk kishte raportime të pavarura, se raportimet ishin gjitha të kontrolluara nga qeveria. Pra, sot 35 vite më pas atij 5 janarit të vitit 1991, situata është e vështirë. Vetëm pak ditë më parë, një emision investigativ nxoroi një fakt tjetër dramatik. Kryeministri i blinte tokën antarës së gjykatës kushtetuese, kandidatës për antarë të gjykatës kushtetuese, me 2.9 milion euro nga paratë e shqiptarëve, dhe këtë tokë ja dhuronte një botuesi mediash, Carlo Bolinës. Pra shikoni se ku dhe në çfarë drejtëje është sot, jo vetëm media, po dhe pushteti që ka kapur si drejtsin dhe e kontrollon atë, si edhe mediat. Por ka edhe një farë shprese. Cila shpresa?